Skleroza mund të kuptohet 10 vjet para. Ja cila është shenja e parë dalluese, sekreti si ta kuroni. Humbja e shpejtë e nuhatjes është një prej shenjave të para të sklerozës. Ky është përfundimi i një studimi të Spitalit të Përgjithshëm të Massachusettsit. Pas analizimit të 183 pacientëve, u vure se ata që ishin në fazën e parë të sëmundjes e kishin të vështirë të ndjenin aromat. Pra, sipas këtij vëzhgimi, humbja e kujdesës nuk është një shenjë e parë që shfaqet. Sipas drejtuesit të kërkimit Dr. Mark Albert, humbja e shqisës së nuhatjes mund të vijë re një dekadë përpara se të shfaqen simptomat më të rënda të sëmundjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pacientëve u kërkua të nuhasnin 10 lloje të aromave: mente, karafil, lëkura të luleshtrydheve, jargavan, gjithashtu ananas, tym, sapun, rrush dhe limon. Pas nuhatjes së secilës prej këtyre për 2 sekonda, u pyetën nëse u dukej e njohur aroma, duke zgjedhur mes këtyre mundësive të dhënave. Duke marrë parasysh rezultatet e pyetësorit, mjekët arritën të identifikonin shumicën e rasteve të personave me shenja të hershme të sklerozës. Pas kryerjes edhe të grafive, u vërtetua se ata që shfaqeshin edhe mungesë të nuhatjes ishin gjithashtu më të prirur ose vuanin nga shqetësimet e sklerozës, citoi studimi. Simptomat e sklerozës së shumëfisht mund të shfaqen edhe te njerëzit që të njezetat e tyre, duke u shfaqur dhe duke u zhdukur në intervale të ndryshme dhe të parregullta. Sipas shoqatës së sklerozës multiple të Amerikës, më shumë se 2 milion njerëz në mbar botën vuajnë nga kjo sëmundje. Diagnoza fillestare nuk është gjithmonë e lehtë sepse disa nga simptomat janë mjaft të përgjithshme edhe mund të lidhen me sëmundje ose me gjendje të ndryshme shëndetësore. Dëgjoni me vëmendje sipas ekspertëve, cilat janë disa nga simptomat më të hershme të problemeve të sklerozës multiple. Shikimi i dëmtuar mund të jetë një shkak i këtij shqetësimi. Është normale të ndjeni efekte të caktuara që sytë tuaj kanë nevojë për kohë që të përshtaten edhe kur shikoni në ekran për orë të gjata ose edhe kur ndroni shikimin. Megjithatë, edhe nëse ditët e tjera kur nuk punoni, keni të vështirë të përshtateni vazhdimisht sa herë që ndroni vëmendjen e shikimit, keni turbullime ose shikim jo të qartë, kjo mund të jetë një arsye pse mund të keni edhe rifillimin e sklerozës multiple. Disa pacientë përshkruajnë problemin e shikimit si shikimi përmes xhamit të turbullt ose edhe përmes ujit. Dhe ndonjëherë, edhe dhimbja ose vështirësia në lëvizjen e kokës dhe të syrit, shpjegon Kathleen Costello, presidenti i shoqatës së sklerozës multiple të Amerikës. Edhe marramendjet gjithashtu mund të lidhen me këtë shqetësim dhe kanë nevojë për një trajtim të specializuar edhe ndjekjen e trajtimeve të duhura për shëndetin tuaj. Për shkak të temperaturave të larta ose përpjekjeve të mëdha fizike, të gjithë ndonjëherë përjetojmë marramendje, por ajo që tregon sklerozën e shumëfisht zakonisht shfaqet si një rruf në qiell dhe godet edhe me intensitet të lartë. Ai sa mund të shkaktojë edhe marramendje, madje edhe të vjedha. Natyrisht, marramendja mund të jetë edhe simptome e problemeve të tjera shëndetësore siç është sheqeri i ulët në gjak, presioni i gjakut i ulët. Në çdo rast, nëse marramendja juaj ndodh shpesh, kërkoni ndihmën e mjekut. Lodhjet kronike gjithashtu mund të tregojnë probleme të sklerozës multiple. Lodhjet që zgjasin me javë të tëra dhe ju pengojnë të kryeni edhe detyrat më të thjeshta është me siguri shenjë shqetësimeve të tilla dhe është një arsye pse duhet të shkoni tek mjeku për një vizitë. Njerëzit me sklerozë të shumëfisht e përshkruajnë lodhjen e tyre si përgjegjëse edhe gjithashtu shumë të rëndë, gjithashtu nuk mund të kryejnë detyrat e tyre më të vogla, shpjegon Costello. Mpirje ose shpime si me gjilpëra mund të jenë për shkak të problemeve të sklerozës. Meqense skleroza e shumëfisht sulmon sistemin nervor qendror, është logjike që ajo të ndikojë edhe tek nervat tuaja, gjë që mund të rezultojë me mpirje ose ndjesi shpimi me gjilpëra. Pra,
Edhe nga ekstremi në ekstrem mund të privoheni dhe të ndjeni këto shqetësime. Nëse ndjeni mpirje dhe ndjesi të shpimit të këmbëve ose të duarve si me gjilpëra, është koha që të bëni një konsult me mjekun tuaj. Edhe problemet e erpashershme dhe të rënda të fshikëzës tuaj mund të lidhen me sklerozën multiple. Problemet e fshikëzës ndodhin në 80% të personave me sklerozë të shumëfishtë. Ato manifestohen me ndjenja të vazhdueshme të nevojës për të urinuar ose edhe mund të ndodhin me diarre ose kapsllok, citon Women Health. Problemet e njohjes dhe problemet emocionale gjithashtu mund të lidhen me këtë gjendje të shëndetit. Meqense sistemi nervor është qendra e funksioneve tona, njohjes dhe emocioneve, nuk është të çudi që skleroza e shumëfishtë mund të shkaktohet nga probleme të mosfunksionit të saj. Rreth 60% e personave ankohen për probleme me shumë detyra, përqendrim ose vëmendje, si dhe vështirësi të ndryshme të kujtesës. Në fushën emocionale mund të ndodhin depresion, nervozizëm, ndryshime të papritura të humorit ose shpërthime emocionale, si të qara, të qeshura të pakontrolluara, si dhe ato të paprovokuara. Dhimbjet muskulare mundet gjithashtu të lidhen me problemet e sklerozës multiple. Gjysma e njerëzve që vuajnë nga skleroza e shumëfishtë jetojnë me dhimbje të përditshme, të cilat shpesh shoqërohen me lëvizje ose dobësi të pakontrolluara. Këmbët janë zakonisht pjesa e parë e trupit e prekur nga këto simptoma, të ndjekura kryesisht gjithashtu edhe nga dhimbje të ndryshme të shpinës. Nëse ndjeni këto shqetësime, bëni një konsult me mjekun tuaj dhe gjithashtu mos neglizhoni edhe simptomat që shfaq shëndeti, pasi neglizhenca është shkaku kryesor i të gjitha problemeve që mund t'ju shfaqen vazhdimisht. Si një sëmundje kronike, jetesa me sklerozën multiple mund të ndikojë në emocionet dhe në gjendjen tuaj psikologjike. Megjithatë, sëmundja nuk mund të fitojë mbi dëshirën tuaj për të jetuar dhe për të shijuar çdo aspekt që dikur ka qenë shumë i rëndësishëm për ju. Është e rëndësishme që të mbani aktivitetet tuaja ditore sa më mirë që të jetë e mundur. Duhet të qëndroni të lidhur me miqt dhe me familjen. Vazhdoni të ndiqni edhe hobit ose edhe të shijoni edhe lojërat tuaja. Ndonjëherë është e rëndësishme të kontaktoni edhe me psikoterapeut dhe të cilët ndihmojnë të shijoni jetesën tuaj me perspektivë të re. Dikush ju beson dhe doni mund t'ju ndihmojë edhe të jetoni me gjendjen tuaj sa më natyralisht. Mjekësia nuk ka arritur të shpjegojë plotësisht se pse skleroza multiple ndodh në disa njerëz, ndërsa disa të tjerë jo. Një kombinim faktorësh që nga gjendja deri te infeksionet në fëmijëri mund të luajë një rol të madh të gjendjes dhe sëmundjes suaj. Faktorët që supozohen se rrisin riskun për sklerozë multiple sipas ekspertëve janë: mosha. Megjithëse skleroza multiple mund të ndodhë në çdo moshë, më së shpeshti është mosha nga 20 deri në 40 vjeç. Gjinia. Femrat janë 2 herë më shumë të prekura se sa meshkujt për të zhvilluar sklerozë multiple. Trashigimia. Risku për të zhvilluar sklerozë multiple është më i lartë te personat që kanë histori familjare. Për shembull, nëse njëri nga prindërit ose vëllezërit dhe motrat ka sklerozë multiple, risku është 1 në 3% për të zhvilluar sëmundje duke krahasuar me riskun e përgjithshëm të popullatës. Infeksionet gjithashtu mund të jenë një tjetër arsye. Me sklerozë multiple është e lidhur edhe varësisht virusi. Interesi më i madh është faktori i virusit, siç mund të jetë ai i cili shkakton edhe infeksionet të mononukolozës. Gjithashtu edhe raca është shumë e lidhur dhe faktorët gjeografik. Skleroza multiple është më e shpeshtë në vendet si Europa, Kanadaja e Jugut, Amerika e Veriut, Zelanda e Re, Australia Juglindore. Risku dikur shtrihej edhe në rrjetin e lartësisë. Gjithashtu edhe njerëzit që vuajnë nga skleroza dhe sëmundje të tjera mund të jenë më të privuar që të kenë edhe këto komplikacione të errëpashershme në shëndetin e tyre. Prandaj, nëse vëreni gjëra të çuditshme që po ndodhin me ju, është koha që të konsultoheni me mjekun për të evituar kështu komplikacionet e shëndetit.
Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.